Të nderuar shikues, u rikthyem në studio në emisionin ton të pasdites, tani në pjesën e personaliteteve të ditës, të cilët i kemi të ftuar sot në emisionin ton. Në fakt është një nder shumë i madh i yni që nga Prizreni, gjithsesi nga Kosova, të kemi të ftuar dy mysafirë të cilët na kanë nderuar me praninë e tyre. Konkretisht ata sot ndodhen në Tetov për një aktivitet i cili ka të bëjë me verën tetovare, konkretisht janë me shoqatën e shkrimtarëve ONEUM, ky aktivitet i cili po përmbledh shumë shkrimtarë nga gjithë vendi ynë dhe jashta vendit ton, si nga Kosova, Shqipëria e kështu me radhë. Dhe ne kemi nderin që sot në studion ton të kemi zotri Berat Baftiu, i cili është kryetar i shoqatës për kulturë dhe art Fidani në Prizren. Përshëndetje zoti Berat dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje. Faleminderit që na keni nderuar. Është nderi ynë se sot jemi këtu bashkë të festojmë në Tetov. Faleminderit të dhe kohës që na ka ftuar për këtë emision. Ndihemi të privilegjuam dhe urojmë çdo të mirë Tetovës dhe televizionit. Kënaqësi shumë e madhe që t'ju kemi këtu, po ashtu kemi nderin që në studion të kemi dhe profesor doktor Nexhat Çoçaj, shkrimtar, kritik letrar, studiues i trashëgimisë kulturore. Përshëndetje profesor, mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, mirë se kemi gjetë dhe një përshëndetje e veçantë për televizionin e juaj dhe për gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Zoti Berat, të fillojmë me juve dhe të flasim, besoj nuk është hera e parë që ndodheni në Tetov me aktivitetet të tilla letrare, si ju duket Tetova nga zhvillimi i artit, le të themi, i letërsisë, i kulturës? Nuk është hera e parë, shumë herë kemi qenë, jo vetëm në aktivitetet letrare, por kam pas rastin të jem edhe në aktivitetet e artit figurativ, në ekspozitat të ndryshme që mbahen këtu në Tetov, dhe si gjithkund në tokat shqiptare dhe këtu në Tetov frimohet, krijohet, shkruhet, botohen libra dhe ne kemi një bashkëpunim që pas viteve 2000 e këndena të rregullt me krijuesit e Tetovës, me piktorët dhe është një kënaqësi e veçantë që edhe për ne që të udhtojmë edhe të vim në Tetov, është thjesht mund ta them edhe një freski e ynja për të njohur sa më shumë krijues nga ana e Tetovës, për të bashkëpunuar, për të zgjeruar bashkëpunimin, për të këmbyer përvojat letrare njërin me tjetrin, për të shkëmbyer edhe librat. Sigurisht, faleminderit shumë që na keni nderuar. Gjithashtu do të dëshiroja të njëjtën pyetje për profesorin. Profesor, si ju duket Tetova për nga zhvillimi i kulturës dhe i letërsisë? Faleminderit për pyetjen. Marr parasysh jetën kulturore të dikurshme dhe vazhdimsinë e kulturës së Tetovës që njihet si zonë tregtare e dikurshme dhe Prizreni që kishte lidhje të forta, të fuqishme, tregtare, kulturore, sociale, them se Tetova ka ndryshuar nga këndvështrimi im i trashëgimisë kulturore, kanë humbur shumë nga zejet e vjetra, ku Tetova ishte një ndër qendrat e zejtarisë së vjetër. Megjithatë, Tetova ka përparuar në aspektin kulturor dhe në aspektin social, në veçanti pas hapjes së universitetit të Tetovës, që ishte profesori tash i ndjer i cili e hapi universitetin, të cilin kam pas fat që ta kem edhe unë profesor në Universitetin e Prishtinës, dhe disa herë kam marrë pjesë, për të mos thënë rregullisht, në konferencat shkencore të universitetit, dhe tani Tetova është bërë edhe qendër universitare, ka edhe universitete të tjera, të Universitetin e Evropës Jugnitore. Dhe thjesht Tetova është ndruar në një qendër universitare për shqiptarët që jeton jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Kosovë dhe një pjesë e shqiptarëve nga Shqipëria, në veçanti e shqiptarëve nga Lugina e Preshevës. Pra, Tetova nga dita në ditë po bëhet një qytet i rëndësishëm i kulturës dhe i politikës, pse jo edhe i politikës në arenën ndërkombëtare, po se po në atë kombëtare. Faleminderit shumë për vlerësimin tuaj, profesor. Zoti Berat, të flasim pak për shoqatën për art dhe kulturë Fidani. Si funksionon kjo shoqatë, sa antar ka, apo antarsohen të rinjët në këtë shoqatë?
Po, kisha dashur më parë të flas pak për themelimin e shoqatës. Në Prizren kemi pasur një klub letrar, që është ka mbajtur emrin e Panës të Lanorit, ka qenë një ndër klubet letrare më të njohura në botën shqiptare, por jo vetëm në botën shqiptare, por edhe më gjerë. Dhe në vitin 2000 erdhi deri te disa mosmarrëveshje të anëtarëve të saj dhe ju shua veprimtaria e klubit letrar. Por mos mendon që aktivitetet letrare, sidomos ato tradicionale, për të humbur, atëherë u detyrova që në mënyrë individuale ta regjistroj shoqatën për kulturë dhe art Fidoni, e cila do të jetë vazhdimësia e atij klubi dhe të punoj për të mbajtur aktivitetet letrare dhe kulturën në qytetit në përgjithësi. Dhe besoj se në këtë aspekt ja kam arrit qëllimit, jo unë si person, por shoqata Fidoni me bashkëpunëtorët e vet që ka pasur dhe që i ka, dhe zhvillohen aktivitetet të jashtëzakonshme, jo vetëm në nivelit lokal, po edhe nivelit kombëtar, siç janë ora e pavarësisë, ditët e lidhjes, muzdet e Prizrenit, ora letrare kushtuar dëshmorëve, poetëve dëshmor, këto janë këto, por aktiviteti i shoqatës Fidoni është i vazhdueshëm. Nuk ka javë ose nuk ka muaj biles paku që mos t'i ketë 2 aktivitete kulturore letrare me provime libërsh, sepse duke qenë Prizreni kryeqendër e gjithë shqiptarëve, pa lidhje shqiptare të Prizrenit, shumë autorë nga Shqipëria, nga Maqedonia Veriut, nga vendet të ndryshme, kanë dëshirë që të vinë të promovojnë veprat e tyne, librat e tyne në qytetin e lidhjes shqiptare. Dhe si pikë referencë e kanë nga të gjithë njerëzit që kanë pasur kontakte me ne, shoqatën për kulturë dhe art Fidoni, e cila mundohet me aq mundësitë sa e ka. Është pak problem ana materiale, që gjithkund në tokat shqiptare kanë të njëjtin problem, po fal ndihmës që jep her pas here Drejtoria për Kulturë e qytetit të Prizrenit, edhe në veçanti donatorët të ndryshëm, biznesmen, tregtar dhe adhurues të poezisë, të cilët e kanë sponsoruar dhe kanë marrë edhe kulturën letrare, në përgjithësi edhe kulturën kombëtare gjatë viteve të okupimit, përsëri ja dalim që të bëjmë aktivitetet dhe ta luajmë një rol jashtëzakonisht të mirë në dobi të kulturës gjithkombëtare. Po. Profesor, të flasim pak edhe për veprimtarinë tuaj, për botimet e juaja, për shkrimet e juaja e kështu me radhë. Po, para se gjithash, unë shfrytëzoj rastin të falenderoj Beratën, si drejtuesi i shoqatës për kulturë art Fidoni, i cili është bartës i kulturës në Prizren, dhe është, si që tha edhe ky vetë, organizatori të gjitha organizimeve që kanë të bëjnë me letërsi, dhe është një punëtor i palodhshëm, se ndoshta nuk është mirë ky vetë të flasë për veten, dhe për këtë përgëzoj për punën dhe për gatishmërinë që të dalë ndihmë të gjithë krijuesve letrar që vinë nga gjitha cepët e hapësirës shqiptare. Se i përket krijimtarisë me letrare, unë kryesisht merrem me hulumtime në fushën e kulturës ose në fushën e trashëgimisë kulturore. Kam të botuar deri më tash 42 vepra letrare, 20 prej të cilave i kushtohen trashëgimisë kulturore. Kam një kolon të studimeve, të hulumtimeve që kam bërë për trashëgiminë kulturore të regionit nga Viun, nga regioni Hasit, Hasi enciklopedi kulturore. Pastaj kam edhe trashëgiminë kulturore shpirtërore të Prizrenit me rrethin në 2 vazhdime, ku flas për festat kalendarike dhe pastaj flas edhe për zonat etnografike që e përbëjnë komunën e Prizrenit, dhe trashëgimia shpirtërore që flas për dasmën, dhe jam në përpilim në fund afër botimit, është edhe volumi i 3 i trashëgimisë shpirtërore për Prizren me rrethin, rritjet e lindjes dhe të vdekjes në komunën e Prizrenit me rrethin. Ndërkaq krijimtaria ime hulumtuese
në fushën e antropologjisë ose etnologjisë është përkushtuar pikërisht në trashëgiminë kulturore që ka të bëjë me kafshët. Para 3-4 vitesh, përkatësisht 5 vite po bën, që kam botuar një përmbledhje ose një kolon të librave për kalin në trashëgiminë kulturore shqiptare, ku është në 3 volume, ku flas për historinë dhe rolin e kalit në historinë e shqiptarëve, sepse e gjithë historia e popullit shqiptar ka kaluar në përkurriz të kalit. Dhe tregtia, zhvillimi ekonomik, jeta dhe çdo gjë që ka kaluar përmes kësaj trashëgimie. Dhe pikërisht studimi dhe hulumtimi për kalin ka bërë që unë të jem pjesë e disa hulumtimeve në fshatrat e Malësisë së Tetovës, fshatrat e gjithë Maqedonisë Veriut, dhe aktualisht jam duke punuar vazhdim i hulumtimeve për bashkëpunimin e shqiptarëve në të kaluarën me kafshët shtëpiake, po e bëj një studim të veçantë për qenin në kulturën shqiptare, dhis në kulturën shqiptare, dashit, kaut dhe qenit në kulturën shqiptare. Në përgjithësi, pra edhe gjelit se harova, janë 5 pika të cilat besoj po më të rëndësishmet për mua me dalin nga këto që jam duke hulumtuar, qeni në traditën shqiptare dhe gjeli në traditën shqiptare, që janë 2 çështje të cilat, ose 2 antarë të përhershëm të familjes shqiptare, që e kanë shoqëruar familjen shqiptare çdo herë, pa e menjanuar ose pa lënë anash edhe kontributin e dhis në traditën shqiptare. Dhe kjo më ka bërë që të jem plan për plan hapësirës shqiptare, gjithandej të rojës shqiptare, për të pa trashëgiminë kulturore dhe bashkëjetesën e shqiptarëve me këto kafsh dhe me shpezën e gjelit, të cilat gjithë secila në anën tjetër janë edhe si pjesë e trashëgimisë ose e traditës doksore, juridike, sepse kanë përbërë një etnikum të familjes shqiptare. Gjithashtu, kohëve të fundit, jam duke e përmbyllur një botim që kam nisur pothuajse gati 30 vjet hulumtime për zejen e furtarëve, që është karakteristike e regionit të Hasit, se edhe këtu në Tetovë janë dikon rreth 24-25 furtarë që vinë nga regionin nga Jamun, nga Hasi, dhe jam duke undalur në veçanti për trashëgiminë, historinë e kësaj zeje, për hapjen e kësaj zeje, veglat e punës kësaj zeje, mënyra e përpunimit dhe në fund edhe trashëgimia doksore juridike përmes kanunit të furtarëve të Hasit, që e përmbledh një trashëgimi kulturore dhe shpresoj që me rastin e 28 nëntorit këtij viti të botohet ky libër, jam duke edhe në dorën e fundit, dhe kjo është parafërsisht puna ime, dhe kam edhe disa romane, disa përmbledhje me poezi, sa i përket krijimtarisë letrare, kryesisht jam i përqendruar në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kontributin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, pothuajse pjesa më e madhe e botimeve, romaneve të mia, që i kam 7, që i kushtohen luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, përpjekjes për çlirim, dhe kam edhe 2 përmbledhje me poezi. Ju përgëzojmë për veprimtarinë dhe krijimtarinë tuaj dhe urojmë që qështohen botimet edhe në të ardhmen. Faleminderit. Profesor Berat, të flasim edhe me juve pak për krijimtarinë tuaj letrare dhe për veprimtarinë tuaj. Se për punën e madhe që ju bëni, foli profesori. Thëmë të drejtën, krijimtaria ime letrare është pak sa ma e kufizume, sepse unë kryesisht kam shkruar poezi, dhe më shumë jam marrë me aktivitete letrare, me veprime letrare, duke
organizuar manifestime, duke organizuar promovime, por kam edhe një shtëpi votuese, përmes së cilës votojmë shumë vepra letrare. Është një ndër shtëpisë votuese më aktive ndoshta në regionin e Prizrenit, ku në vit votohen 70-80 tituj të zhanreve të ndryshme të artit, të letërsisë, dhe kam mbi 300 poezi të botuara në për revista, në për antologji, në për andekdej, duke qenë se jem redaktori shumë veprave letrare, poezitë e mia kanë metër pau, por mbledhur në një përmbledhje të veçanta, apo 2 përmbledhje të veçanta, po shpresoj se tash jam pensioner, kam pak kohë më shumë dhe shumë shpejt ndoshta do të dalë dhe me përmbledhje me poezi. Beroti çtoi, sa i përket fushës së krijimtarisë, është sikur ai Ogjakgjiu, Ogja që të gjithë dynja si fshin kurse të vetin e lën. Kështu që nuk gjen kohë për t'i mbledhur punimet e veta dhe për t'i sistemuar. Është një krijues i mirë, është një njohës i mirë i letërsisë, në veçanti i letërsisë për fëmijë, sepse vetë puna, siç e tha, si redaktori shumë botimeve, ka bërë që ky të jetë afër letërsisë dhe është njohës i mirë i të gjitha fushave, të gjitha zhandrave të letërsisë dhe të krijimtarisë letrare në përgjithësi, po është modest. Kur flet është pak modest edhe nuk e shpreh atë punën e tij. Kam pas kënaqësinë që 15 vjet ta botoj një revistë letrare, shkollore, letrare për fëmijë, quajtur Fidoni, prandaj edhe shoqata më bën këtë emën Fidoni, që shumë kush e ishtin sy pse Fidoni, se Fidoni i ri, po sidoqoftë hatri i asaj reviste që 15 vjet e kam botuar, ka qenë një revistë që ka përfshi pjesën më të madhe të regionit të Prizrenit dhe ka pas një tirazh bukur të shumë, bashkëpunëtor të shumë, poet të gjithë trojeve shqiptare që kanë bashkëpunuar me revistën Fidoni. Dhe jam marrë dhe ka qenë një kënaqësi e veçantë si redaktori i asaj reviste, edhe botuesi i revistës, që ajo revistë ka njohur me shumë emra të letërsisë për fëmijë, dhe vërtet kam pas rastin që të merrna më shumë me letërsinë për fëmijë, të lexoj më shumë të letërsisë për fëmijë, dhe kam pas rastin që ta kam mik dhe shok të pandar, profesorin tim të kimisë, që ka qenë një ndër poetët të dalluar të letërsisë për fëmijë, Abdullah Thaqin, me të cilin kam bashkëpunuar sa ishte gjallë deri 3-4 muaj të fundit para se më ndroi jetë, kemi qenë gjithmonë thjesht në aktivitete të ndryshme anë mban tokave shqiptare, ku mbajt një festival i letërsisë për fëmijë. Ne kemi qenë prezent si përfaqësues të Prizrenit, që kemi marrur pjesë dhe kemi njohur në tërë tokat shqiptare poetët më me zonë që kanë qenë në atë kohë. Pastaj shkruaj tregime, kam mbi 100 recensione të shkruara të botimeve të ndryshme që lirisht mund të bëhen libër, mirë po pak me dështia, si që tha dhe zotërinë Xhati, pak koha, pak disa mundësi kanë mbetur ende pa u finalizuar këto punët e mia, që me lanë si trashëgimi brezave që vinë. Që vinë, sigurisht. Unë të ndalem të një aktivitet shumë i rëndësishëm i shoqatës Fidani, që ka të bëjë me një panajir të librit ndërkombëtar. Panajir ndërkombëtar i librit që është mbajtur në Leipzig të Gjermanisë, ku ju keni marrë pjesë si shoqatë. Mund të flasim për këtë përvojë pak? Po, këtë vit, Biblioteka Kombëtare përcakton se cilat vepra do të shkojnë prej Kosovës në panajirin kombëtar. Dhe si shtëpi votuese kam qenë i privilegjuar që janë zgjedhur 3 tituj të shtëpisë votuese që i kam votuar brenda 2025-s, që në panajirin e Leipzigut 2026 të jenë prezente në panajir si votime të Kosovës. Dhe ka qenë për fat të mirë që sot edhe jemi këtu, ka qenë edhe libri i poetës nga Tetova, i Sadijes, ka qenë njeri ka qenë i profesor Ilan Berishës, edhe krijimtari letrare për fëmijë, edhe ajo është sonte këtu prezent me ne bashk, dhe ka qenë komedia nona Elena
e Osman Garancit, nona Elen e Osman Garancit, dhe me këto 3 vepra, shtëpia Pëtuse Fidoni ka marrë pak edhe të thëmë drejten edhe një karakter ndërkombëtar. Për mu ka qenë një privilegje veçantë, po besoj që edhe për autorët ka qenë një privilegje veçantë. Unë vetë kam pas ftesën që të shkoj, po për shkak që të obligimeve familjare që i kam pasur në shtëpi, bashkohen kur matë atë, nuk jam në gjendje që të jam atje, por janë përvarësuesit të bibliotekës kombëtare, të cilët kur kthehen bëjnë raportin e punës dhe bëjnë një pletoshk pjesëmarrja e votimeve shqiptare në panairin e librit ndërkombëtar Leipzigu 2026 dhe pres që ajo broshurë të më dërgohet edhe mu përmes adresës elektronike. Sigurisht, shumë bukur, një sukses jashtëzakonshëm ky edhe për shoqatën tuaj, por edhe për shqiptarët në përgjithësi. Do të shtoj edhe diçka tjetër apo? Po, do të shtoj se bashkëpunimi me shoqatën Oneum ka filluar qysh herët, por kemi edhe një memorandum bashkëpunimi që të kemi kontakte të përhershme, të përvitshme, dhe njëherë në Kosovë dhe njëherë në Maqedoninë e Veriut, nuk është të thonë që vetëm të topë, por mund tjetë edhe në ndonjë fshat ose qytet tjetër. Dhe ky bashkëpunim mes 2 shoqatave, ndoshta është si shembull edhe për shoqatat e tjera, që është një bashkëpunim shumë i sinqert dhe i mirëfillt që jep kontributin e vet në letërsinë tonë kombëtare. Po pikërisht sonte do të jetë pra një mbrëmje letrare, ku ju do të jeni i pranishëm në aktivitetet e shoqatës Oneum. Si e pritet ftesën? Po, këtë kam pas paralajmëruar, më kanë paralajmëruar edhe më herët dhe kam pas ndaj atij memorandumi bashkëpunimi që kemi të nënshkruar bashkarisht që t'i përgjigjem pozitivisht, sepse tash në Prizren është koha e pushimeve, është koha e shumë dasmave dhe është shumë vështirë për të mbledhur anëtarët për të ardhur në një takim të tillë, po duke i falendëruar miqve dhe shokëve, bëm një grup solid, se ka pas edhe shumë të interesuar që dimin, por edhe një pjesë nuk kanë mujtë më ardhë për arsye se ka pas raste që ishte luftëtarët e ushtrisë qeveritare të Kosovës të ndalin në kufi policia maqedone dhe nuk kam dashur të rrezikoj as ata as veten që të kemi ndonjë problem kufitar, dhe kështu që 4-5 veta të cilët kanë qenë ushtarë të ushtrisë qeveritare të Kosovës nuk kanë mujtë të vinë sot me ne këtu, ata shpirtnisht janë me ne këtu. Sigurisht. Profesor, me qenë se keni një veprimtari shumë të gjerë dhe njëkohësisht jeni edhe profesor universitar, çfarë mesazhi do të kishit për të rinjët të cilët kanë shumë shkrime, por hezitojnë që t'i botojnë, pra kompleksin e botimit? Së pari, në fushën ku jam i angazhuar në trashëgiminë kulturore, ku e drejtore dhe në institucion, Instituti i Trashëgimisë Kulturore Pjetër Bogdani, në Prizren, i sugjeroj të rinjët që sa më tepër të angazhohen që të marrin mësime dhe të kenë një uri për trashëgiminë kulturore, sepse trashëgimia kulturore është një domosdoshmëri, një njohje domosdoshme, domethënie të rinjeve për të dëshmuar dhe për të treguar ku kemi qenë, ku jemi dhe nga do të shkojmë në të nesërmen. Të gjitha vendet e botës, të cilat sot njihen si qendra kulturore, qendra universitare, pa një trashëgimi të tyre, nuk do të kishin mundur të arrijnë dhe ato krenohen për trashëgiminë e tyre kulturore që e kanë qoftë në trashëgiminë arkitektonike, qoftë në trashëgiminë e veshjes, qoftë në trashëgiminë e kulturës, do të thonë e sferave të ndryshme të kulturore, pra në përgjithësi trashëgimia jonë është aq e pasur sa që nuk duhet të lënë harres. Prandaj sugjerimi është për të rinjt është që ata sa më tepër të njohin kulturën, aq më tepër që mund të ndihmojnë edhe vizitorëve të huaj, të cilët tani të rinjt të gjejnë, din të flasin domethënë në gjuhën angleze, din të flasin në gjuhën italiane, në gjuhën gjermane dhe ta prezantojnë domethënë vendin ton, trashëgiminë ton kulturore në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse pikërisht këta të rinj që po ju drejtohem si mesazh,
janë ambasador të kulturës dhe të trashëgimisë kulturore që do të transmetojnë, sepse vizitorët që vinë, ata nuk vinë për të parë një qytet të betonuar, nuk vinë për të vizituar sepse është qyteti jonë, ose Tetova, ose Prizreni qytet, për shembull me ndërtesa ku i di çfarë, sepse ato ndërtime në vendin e tyre janë më të mira. Por vinë për të pa, për shembull, trashëgiminë kulturore që e kemi, qoftin ato në zonat malore, qofshin edhe ushqime tradicionale që ne shumë pak i kushtojmë rëndësi. Kohëve të fundit, për shembull, takoj si drejtues thash i Institutit për Trashëgimi Kulturore, takoj për shembull vizitorë të ndryshëm nga Gjermania, nga Anglia, nga Italia dhe nga vende të ndryshme që vinë për të pa për shembull zonat malore ose turizme malor ku ne vetë qytetarët e Prizrenit ose edhe Tetovës shumë pak kemi njohuri, ata kanë më tepër njohuri për shembull dhe vinë drejt për drejti për të pa dhe ne të rinjt nuk dim me i orientu ku janë ato vende turistike, si duhet shkuat deri te ato vende historike. Prandaj për këtë arsye sugjerimi shkon, domethënë për të rinjt që sa më tepër të njihen me trashëgiminë kulturore, të dinë të kenë informacione të bollshme për t'i ofruar vizitorëve, sepse pa njohjen e së kaluarës nuk do të kemi një të ardhme të sigurt. Të nderuar, unë ju falenderoj shumë, ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe që ishi pjesë e emisionit tonë, duke ju uruar shëndet dhe shumë suksese në rrugtimin tuaj të mëtejmë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Faleminderit për juve. Uroj që edhe herat tjera të jenë kështu me suksese të mëdha. Patjetër, ju mirëpresim. Faleminderit. Të nderuar shikues, dhe kjo ishte pjesa me personalitetin e ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.